Po shqo kjo, momentalisht kjo kriza e ngritjes të çmimeve të naftës është problem global dhe fatkeqësisht që na ka qelluar mund fushatën e mbjelljeve pranverore. Normal që kjo ndikon në ngritjen e kostos së prodhimtarisë së bujkut, i cili shumica dërmuesve bujqëve tonë çdo ngritje, çdo që të them ngarkesë e kësaj kostos së prodhimtarisë ndikon negativisht, gjithsesi ndikon që mos të ketë përfitime të mëdha, nganjëherë edhe kemi edhe humbje tek këto raste. Mirë, po s'kem çka të bëjmë, duhet të pajtohemi me fatin. Bujku duhet stimulohet në farë forme, prej dikuj duhet stimulohet, gjithsesi të ndihmohet të përkrahet në këtë telasha që ju ka dalë.